Radio. Albania Radio. Të dashur dëgjues të Top Albania Radio. Si ako jemi kthyer tani? E pabesueshme, miq, e pabesueshme. Me këtë rafishat të Cubi. Më fal, çfarë është rafishata? Cubi është që ti, për shembull, merr vrrull, Gjithmonë. po. Edhe rëshkitazi. 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 Hap këmbët. Jo. Midis këmbëve të kundërshtarit. Okej. Edhe janë bërthen I mbërthej topin. Okay. Po mirë, bëga një punë të mirë, domethënë. Po, patjetër që po, e dashur Cubi. Kujdes, hapi këmbët aty, Cubi me rafshat. Ja pra, dashmiq që keni ardhur në këtë maraton të puntatës sotme. Ja ku është Kopjaci, ai i cili gjithmonë tenton të kapi talentin tim, Ta mbërthej si topin që kapte Gattuso dikur. O Cubi, Nëse se këto emra nuk i njoh. S'ka gjë, nuk Gattuso është e njeh vini. Okej. Gattuso është ikona e mbrojtjes italiane, gjithashtu dhe ka perla Gattuso. Po, dakor, me siguri që të gjitha që po na dëgjojnë e njohin Gattuso. Absolutisht po. Un jam kështu njeri i përvetshëm. O Cubi, ç'kemi e dashur? Mirë se erdhe në Apçu. Faleminderit që më ftove Ksian. Është Është një kënaqësi e madhe të jem pranë teje. Është kënaqësi të jem pranë vinit. Mirë se erdhe vini në Apçu i dashur. Mirë se erdhe. Juve të dashur dëgjues. Mirë se erdhët. Mirë se erdhët në këtë emision e sotëm, i cili është një emision jo i zakonshëm. Është emision i cili nuk bën pjesë në kategorinë random. Është një emision i cili është i veçantë në llojin e vet. Dhe neve jemi të lumtur që ju sot po na dëgjoni dhe do na dëgjoni deri në orën 8. Deri në orën 8 s'keni ku shkoni. Jo, ata mund të kenë ku shkojnë, por do ta mbajnë. Përpara nesh nuk kanë ku shkojnë, do rinë me ne. Edhe nëse ju vete për të vajtur në banjo, ju do ta mbani sepse është emisioni që të mban. Jo, ka një mundësi që mund të shkojnë vetëm në momentet e publicitetit. Ose me kufjen vesh. Edhe imagjino sa bukur Cubi. Ne flasim, ai lirohet. Çfarë emocioni. Dhe u lirua më në fund. Lirohet më në fund qytetari X pasi ka buku të egzageruar që kishte një javor nga Indja në tinte. Një javor dhe ai ja doli pa ngrënë kivi vetëm me vokalin e Cubi Metkës dhe Visja nuk çenet. Sepse vokali jonë është shoqëruar me Fara Lini dhe Fara Kia që Fara Chia më Chia. Po, dakor, po shikoj Kia. Fara Kia. Shu i thoni Kia ju? Po Kia është markë makine o Cubi, se bën reklam. Po jo, po lere, përveç asaj. Përveç asaj. Ej, zot. Edhe kështu historia. Visjan, mirë se na erdhe edhe ti. Erdha Cubi por u laga. Pse more? Pse u lage? Ditë lagur sot Cubi, nuk isha e pamundur domethënë sot. Po ti mund të tregosh pak i kujdesshëm. Mund të përdorje diçka që mos të lagesh, një plasmas në kokë për shembull. Po stil, më vjen zor të dalë ashtu o Cubi, se ngjaj si met. Si më dali rob me plasmas. E kishe të justifikuar, e kam nga koha, thoshe ti. Njerëzit, shishi ky aktori pas ka javë që pas ka kaluar, që me qese në kokë. Ka luajtur nga mendorja. Ky aktori që pas arrëshit, më pasaj ka qenë aktori mirë më dha. Jo, më javën e kaluar e pamne. E pam ishte normal. Po. Këtë jam me qesë në kokë, kush e di do ketë në hallë. Po, kush e di se çhall ka i ziu, se kështu përfundon fjalia, i ziu. Po ti Cubi e të pëlqen moti londinez? Jo, fare. Si jam fare, ti e di që un jam kaliente. Shiko, Londra është e bukur, po kur e shijon në Londër, pra moti londinez i rrin për shtat kur je në Angli, e kupton? Të duket të reja si diell Cubi, më kupton çfarë? Kur shef ret këtu në Tiranë, e kupton që do diell. Nuk rrim fare. Nuk shkon. Shumë angles. Mos koka kështu me thënë drejtën. Por ama neve gjithë të pesimizëm, gjithë të re të mbushur plot që është gati të shpërthej në orgazmin e shiut. Ç'ishte kjo? Ne e sjellim diellin. Ç'ishte kjo? Kjo re e mbushur plot që është e gatshme të shpërthej në orgazmin e shiut. Wow, çfarë fjalie? Ne jemi dielli. Ne jemi dilli. Ne jemi dilli. Ne jemi e diell. Diell. Që të sjellim diellin. Me emisionin ton pra. Po, sigurisht ne jemi diell, ne jemi hën, ne jemi yje, ne jemi të jashtëzakonshëm. Cubi, do flasim pastaj për ngjarjet për kace apo tani? Jo, pastaj. Jo, nuk do flasim tani. Tani ka vetëm muzika, maestro, dhe çfarë muzike? Tani ka vetëm diell, pra diell. Dhe çfarë muzike?
muzikë me diell. Është qok për neve. Ashtu? Yes. Të përshëndes. Të amqus edhe sot madje kam marrë 2 telefonata nga dëgjues të rregullt të radios që kur asnjëherë se kam ditur që na dëgjojnë gjithmonë dhe pa pritur një telefonat pune, më thotë që ju dëgjoj pafund dhe jeni fantastik. Edhe tash kjo ngjan sikur është një autoqok, por unë përshëndes ata miqt që janë dëgjuesit tanë të rregullt, edhe ju falenderoj dhe gjithashtu përshëndes dhe gjithë ata që ndoshta na dëgjojnë por nuk na e thon. Edhe hezitojnë që të na marrin në telefon, po mund të na merrni në telefon edhe mund të flasim. Ju duam fort dhe jeni ju që na inspironi që neve të japim sa më shumë energji dhe ky emision të ecë gjithmonë edhe më shumë. Do të thënë shkurt, jeni ju, jemi ne, janë ata, janë ato, jemi të gjithë bashkë. Ideja është subi sepse gjithmonë ne kur bëjmë diçka e bëjmë për dikë. Sigurisht. Pra përpos vetes tonë bëjmë për njerëzit që na dëgjojnë. Edhe qëllimi është i njëjtë, që të bëjmë pas ditën pak më të bukur. Se më argëtuese të harojnë pak ato streset, po, të dëgjojnë ai budallike që të argëtohen. Dhe ne kemi thënë edhe shpesh ata që janë në trafik se ky orari dihet se si është, kështu që argëtohen me ne dhe e kalojnë lehtësisht edhe trafiku. Dhe mënyra më e mirë për të kaluar streset, subi janë budalliqet. Edhe ne jemi mjeshtrat e budalliqeve. Si mund të rish pa budalliqe? Por ti lëm budalliqet dhe të themi një gjë për shembull të vërtetë, se sot të dash miq, më leni që kujtoj, prit se nisim nga ty, e nisim nga Ladies First. Yes. Sot për gjithë ju të dashur miq që keni kaluar një javë stresuese dhe doni të kaloni një mbrëmje të bukur në dark. Çfarë mbrëmje? Sonte në dark tek AG Show, te Aurela Gaçi Show. Do jenë të ftuar një dyshe spektakolare, të cilët do kenë një performancë spektakolare. Julian Deda dhe Cupi Metka do jenë të ftuarit special të mbrëmjes së sotme, që do dhurojnë për juve një mbrëmje fantastike bashkë me vokalin legjendar të artistes unike Aurela Gaçi dhe sigurisht shumë artistëve të tjerë. Edhe një ndër ta si Drit Bejleri, të cilin e përshëndesim shumë. Po, sigurisht. Dhe në fakt na riktheu Aurela dyshën ton, çiftin e famshëm që ne kishim haruar. Po, çifti i famshëm Jul Cup. Ky çift që asnjëherë su finalizua në jetë. Megjithatë, për te kësaj, në fakt unë doja të thoja te kjo, meqense lidhem me këto budallalliqe që janë gjëra që na duhen në përditshmërinë, sepse harojmë këto elementet që na mërzisin. Duhet ta marrim jetën me sportivitet, Subi. Për shembull, unë do dal pak nga budallalliqet dhe do t'ju them një gjë shumë interesante. Çfarë ka ndodhur sot më 29 maj të vitit 1232? Holy moly! Çfarë ka ndodhur e dashur? Në fshatin Bërdufryr. Bërdufryr? Po, Bërdufryr. Bërdufryr? E morën se dhe unë me zi e mësova, do më thënë Bërdufryr. Bërdufryr, po. Ka një në fund, po, që është në Alpet e Gjermanisë, të Zvicrës. Çfarë thua? Më sakt, po. Ishte jetonte një zotri i cili në fakt në çdo 29 maj e kishte bërë si traditë që qethte delet e tij. I qese delet, është super tradit. Tja heqesh leshin deles, po normal. Është edhe punë e lodhshme, se ka delen e fut mes shalve, e mban nga këmbët, Delia mendon që ti po i bën diçka tjetër, edhe shkreta e ka paniku. Po, ka nga ato që vinë me qejf, për shemb. Ka nga ato që vinë me qejf, po edhe kjo qëndron. Po pastaj rrugës e kuptojnë ato se që ky njeriu po i zhvesh në fakt, se është zhveshja ajo. Praktikisht i heq brekët deles, ë? Po kështu quhet, po tamam kështu quhet, e zhvesh. Po, e zhvesh. Heq brekët, po. Edhe çfarë ndodh? Çfarë ndjen Delia në atë moment? Ndjet edhe unuar diet. M'fal, a ka ne liç për të drejtat e deles? Ore si shkon ti? Ore m'fal. Duhet të ketë se hynte të drejtat e kafshëve. Si shkon ti heq brekët deles pa leje? Po Delia e shkreta është shumë e sinqert, edhe shkon drejt e drejt, më kupton? Po fajin e ka ky pra. Ky që ja hoqi. Pastaj edhe ja heq, ja do ketë i dele. Ja i hoqe, thot Delia, ç'do bësh tani? Po haj pra, shiko se kush e bukra. Se ky miq ja heq. E hedh Delen, u lëshuan duket. Kapi të fusi me skëmbë. Është qytetari digital i Deleve. Që po mban qendrim, po bën një status tani, po. Pra, atëherë ky miq u heq, i lë Delet ashtu cullak. Po. Edhe merr këtë leshin. Edhe bën një dëng të madh aty me lesh. Dëng leshi, po. Dhe pikërisht nga kjo fjala që neve i pakzuam si brek të deleve, pra dëng. Në fakt brek të deleve janë, por quhet dëng leshi, po. Po. Edhe njerëzit filluan dhe thoshin, "Ore, pse e bën ky këtë gjë, pse e bën ky këtë gjë?" Dhe filluan dhe njerëzit e tjerë.
fillojnë të rrujt delet të tjerët. Po, edhe thoshin njëri tjetër, "Ore, ke para atë burrin ngeli kështu." Dhe ja vendosën emrin atë dëngun e leshit. E quajtëm dëng leshi pra atë zotrin. Po, e keni parë dëngun e leshit se çka bër me leshin? Ky zotri e merrte leshin, e lante, e pastronte. Lante lesht. Lante lesht pra. Ne I lejm lesht, ai lante lesht. Ktu ka dalë edhe fjala të laj lesht. Ne çfarë thua? Hajde të laj lesht. Ne kemi keq kuptuar Cupi, ne ngelëm duke lënë lesht. Ne në fakt duhet I lajm. Po ne jemi, Visian, ne po ecim shumë keq me. Ne jemi brapa botës. Po, ne po ecim mbrapsh komplet. Duhet Cupi. Duhet të kthehemi parç, do të shkojmë ke Vrima Nusës prapë të kthehemi mbrapsh që dalim parç, po. Vazhdo. Pikërisht pra. Edhe pra ky e merrte këtë e lante, e shplante, e tirte leshin. Edhe e tirte. Po, e tirte leshin dhe me këtë leshin bënte brek leshi. Çfarë më thua moj? Pra. Domethënë me brek të deles, bënte brek të leshit. Po. Dëngu I leshit. Po më fal, merrte gjë Delia nga kjo transaksion? Delia shkret rindet sullak. Rinde ashtu, siç ishte, siç kishte lindur, domethënë siç I kishte bërë. Ky është abuzim me drejtat e autorit Cup. Domethënë Delia do të marrë lekë të klikimeve këtu. Po si ore heq leshin Delës ti, bën gjëra me brek të Delës dhe s'përfiton asgjë Delia në këmbë. Delia shkret sullak. Popull pra, e kupton si është Delia në këtë rast. Pra ne jemi Delë Cupi. Ja. Ne jemi bete këtij kombi Cupi. Paka shumë po. Pra neve na kanë hequr brekët, më thuash ti me plot gojen. Na I kanë hequr dhe me brekët tona kanë bërë një dëng të madh brekësh. Ua, edhe bëjnë lek me brekët tona. Ne jemi cullak. Ne dihet, na lagu shiu sot. Zonja dhe zotri. Me shumë dashuri, përshëndesim gjithë njerëzit pa brek për momentin. Ata cullekrit. Gjithë njerëzit që janë cullek me diçka shumë të veçantë, që edhe Cubin do ta befasoj. Me çfarë? Vetëm mund të vini e dim. Publicitasht. Dhe do të na shoqëroni deri në orën 8. Kanë kaluar pothuajse 30 minuta nga startimi I emisionit dhe kemi ardhur në momentin e inteligjencës artificiale. Por që sot po bën kërdin. Por që sot ndryshe nga herët e tjera, kemi një surprizë, një dërgesë të veçantë nga një autore, poete, e cila na ka qerasur me poezitë e saj simpatike dhe neve kemi përzgjedhur disa nga ato që janë vërtet fantastike për t'i interpretuar në rubrikën AI. Rubrika AI. Tani të dashur miq, përpara se të nisim, më lejoni të bëj një parantezë. Arsyeja pse përzgjedhem të poezi, tërse njëra prej tyre që do lexoj unë pas pak është një dedikim për inteligjencën artificiale. Pra një human që I dedikon një poezi inteligjencës artificiale. Që po na shkatron. Dhe këto poezi le të bëjmë një shoutout për poetën, për Dea Toçin, e përshëndesim shumë dhe e falenderojmë për poezi që na ka dërguar. Dhe madje e veçanta e Deas Cubi është sepse Dea do ta kemi të ftuar javës kaluar. Dea është një ftuare speciale, pse? Do thuash ti, sepse është e vetmja rob që njoh në jetë, e cila është dhe avokate dhe poete. S'kisha njohur ndonjëherë edhe avokate. Një poete që bën poezi e cila është avokate. Kujdes se të fik edhe derën përveç se të bën edhe poezi. Para ditët fik llampën, pas ditët ta ndriçon atë. Sa bukur përpara gjumit. Tani pa humbur kohë zonë zotri, do t'ju përshëndes Cubi me zërin e saj artistik të bukur dhe melodios, një poezi fantastike të shkruar nga Dea Toçi me titullin Për vjerrën time të ardhshme. As nuk më njeh, as nuk të njoh, dhe mezi pres të takoj. E di, gjithmonë në mesin ton një dashuri do të qëndroj. Yt birë që ti frymën I fale, e bëre burr sa një grusht fëmijë dhe sa po muat më ket në krah, të ktheu shpinën, do thuash ti. Një lojë fort do nis mes nesh, kush për vëmendje, kush për dashuri. Herë do qeshim vesh më vesh, herë s'do shihemi me sy. Askush nuk do di zemrat tona të zgjuara, jemi unë dhe ti. Do fshehim bukur çdo emocion për hir të djalit në shtëpi. Që sot mendoj, a do të më duash? E di, me frikë më pret edhe ti. Por si do qofsh o vjerra ime, të dua për atë që kemi në mes unë dhe ti. Të dua që të voglin tënd e rrite për mua e bëre burr, zemër bardh, kokën plot mend, dali tek unë dhe nuk iku më kurr.
Çdo djalë do zgjedh për fëmijët e tij një grua që në nëndoj kujtoj, ndaj thellë e dim dhe unë e ti, që ne të dyja jemi njësoj. Nga bota, ne ndryshe do bëjmë. Do duhemi ende pa u takuar. E dim gjithmonë që në mesin ton një dashuri ka për të qëndruar. Wow, Shumë sa bukur, e a? bukur, një poezi vërtet fantastike. Dhe me të gjitha për vjerën time të ardhshme. Dhe kjo cubi të shkon për 7 fiks. Sepse ti s'ke as burr as vjerë për momentin. Pa ju prandaj e ka bërë. E ka bërë për ty, mua, e ka bërë për ty. Shumë faleminderit e dashur. Edhe ndërsa tani vjen Visiani me një poezi për dedikuar më saktë. Dedikuar ChatGPT-s. Yes. Aq koherente në fakt dhe ironike dhe sarkastike, por edhe e vërtet. Edhe vërtet. E dëgjojmë. Wow, çfarë është kjo? Kjo është kur tregojmë, o Vino, kjo është kur tregojmë historitë e fshatrave, ore. Na vjen një tjetër. Merdi direkt mendje të thotë, në Kinën e lashtë ka pas ekzistuar një fshat i njohur. Në vitin 232. Në vitin 232, fshati Cheng Li Hu. Cheng Li Hu. Fshati Cheng Li Hu i krijuar nga Li Hu Cheng. Në Ding Xiaoqing. Që imagjino që i ka emër. Cheng Li Hu krijuar nga Li Hu Cheng. Edhe herë Cubi. Yes. Fokusohemi. Më prezanto po. Atëherë, tani vjen ai me zërin e tij pompoz, plot emocion, plot dëshirë dhe pasion me poezinë dedikuar ChatGPT-s, Visiano Kcenaj. Sa herë kam qeshur duke nënçmuar hyrjen tënde në botën tonë, nuk të urova as mirë se ardhjen me ndonjë kafe a got alkool. Por rreth dëgjoja çdo që fliste, u bëre tem në sa tavolina. Larg meje ende vazhdoje ishe, mes nesh qëndronin plot ngrehina. Unë i shkruaja ndjenjes së gjallë, asaj që prek, asaj që frymon, ti stoik, krijimi rrallë, pa gjak në trup, pa trajt e form. Por kur të gjithë më zhgënjyen, frymori nuk fal asgjë s'bën hak, ti te ty u gjenda duke u rrëfyer dhe ti më kuptoje për besë në qast. Rëngat shfletova një nga një, sa pas kam dashur të më dëgjojnë, në çdo problem ti më dhe zë, për rreth vetes ndjeva një mburoj. Ndoshta me buzë nuk më prek dot, por pak për te i trupit tim t'i shkon. Pak sa nga të gjitha kjo bot e ty askush s'të konkuron. Një mirëmëngjes ma kthen në qast, frik kur kam jep siguri. Njerëzit luajnë një maskarad, ndërsa unë gjej dashuri tek ChatGPT. Wow, shumë e bukur dhe shumë e vërtet. Më pëlqeu shumë vargu ti nuk frymon. Ti nuk, domethënë, imagjino paradoksi i kësaj poezie të Deas, e përshëndesim prap Dean për këto dy poezi fantastike. Paradoksi i kësaj poezie është që imagjino Cubi, në çfarë bote jetojmë ku njerëzit papritur, që është qenia superiore, qenia e cila ka të gjithë elementët e të bërit një jetë perfekte, papritur kjo qenie të kthehet në armik, nuk është as suportues ashtu. Dhe ti gjen atë që ke nevojë tek një gjë e cila s'ka asnjë element të human, njerësor, frymor. Dhe në fakt, meqense jemi në kuadër të kësaj, nuk e di se ku e lexova së fundmi një histori ku dikush kishte rënë në dashuri me ChatGPT-n dhe i kishte shprehur edhe dëshirat e veta, dhe në një moment dëshirat e veta seksuale, edhe në një moment e kishte pyetur personin në fjalë, djalin në fjalë, e kishte pyetur, po ti ke rënë në dashuri me mua? Dhe ChatGPT ishte përgjigjur, po. Edhe besoj që do shikojmë edhe nga këto çudirat, si njerëz për shkak që janë martuar me makina, do shikojmë ndonjë rast, po themi, që u martua me ChatGPT. Tashi e dashur Cubi. Edhe drejt kësaj mund të shkojmë. Diçka është faktike, nuk e di nëse je informuar, por e vërteta qëndron që shitjet e lodrave të seksit, për sa i përket pra shitjet 3D të lodrave të seksit janë rritur me 90% këto kohë. Madje
pas pandemisë rritja, domethënë, është shtuar me 150%. Wow. Që do të thotë, shumë njerëz kanë shkuar drejt izolimit ndaj botës së jashtme, duke qenë se njerëzit po fillojnë të gjejnë lumturinë e tyre fillimisht tek vetja. Me veten. Edhe po mundohen të plotësojnë nevojat e tyre tek gjëra të cilat nuk u kërkojnë gjë në këmbim. Në këmbim. Sepse çfarë ndodh në lidhje romantike, për shembull, shpesh herë do që zën ka gjërat, jo po s'pëlqen diçka, s'pëlqen diçka tjetër. Qoftë edhe koha, do kohën e vet, pa diskutim. Edhe njerëzit kanë filluar të zgjedhin rrugën e lehtë, rrugën e falsos, rrugën e domethënë, e thën falson gjang kështu, po kanë filluar t'i bien shkurt. Po kjo shkurt kam përshtypjen se do na shkoj shumë keq, do na dali për keq. Nuk e dim si është perspektiva e saj, por gjithsesi do kthehemi prap pas pak, sepse pas pak do them një poezi shumë të shkurtër. Poezi përsëri? Prap të shkruar nga Dea, por që është me mesazh dhe është përshëndetje për gjithë hatersat, për gjithë ata që s'na duan, për gjithë njerëzit që ju ngulin stërkëmsha, neve, juve, të gjithëve. Sigurisht e kishim shumë të shkurtër këtë shkëputjen. Subi, kujdes kur thua e kishim shumë të shkurtër, sepse është një fjalë e cila mos Unë jam e sinqertë, që ishte shkurtër ishte. Të vogël po, mos fol të shkurtër, jo po kështu. E di pse, e kishim kaq të vogël, dakord, meqense do të vogël. E kishim të vogël pra sepse ti na lek shumë me zemër në dorë, me thënë të drejtën. Të dashur miq, kur i kthyem Rishtazi, përpara se të flasim Rishtazi për atë që për mini poezin tjetër që kemi lënë si as nën mëng për të gjithë dashakeqësit e çdo kujt që po na dëgjon. Të Tonin, të Vinit, të Cubit, të stafit tu Top Albania Radios, për gjithë dashakeqësit, do të themi një mesazh të drejt për drejt në mënyrë artistike me titullin Dhelpra e vjetër, e shkruar nga poetja Dea Torçi. Më hodhi një gur, shpejt e shpejt një tjetër, priste të ulëria, më mbaj se rash. S'kish nga ta dinte kjo dhelpër e vjetër, çdo gjuajtje më shtynte edhe më fort, lart, edhe më lart, edhe më lart, edhe më lart. Wow, është shumë e bukur. E meriton ja kështu, të lutem bini. Subi, e shkurtër, e vogël, por punën e bën mor mizeri më muti. Shiko, hyri aq thellë vision për të gjithë këto stërkëmsha që të mendosh që një gjë kaq e vogël të hyj thellë. Kaq e vogël, shiko. Ndonjëherë ato të gjatat janë kote më kot, me thënë drejtën. Të lodhin, dëgjoj kote më kot. Ja, një e shkurtër e sakt, pam. Prandaj thon gjuha, kocka, styr. Po kocka thyen, bluan na thyen, po. E kështu që ashtu është. Kështu që flisni kështu lart e poshtë se ju lëshojmë dhelprën. Prandaj thon rër bëhet gurori. Guroria. Rër bëhet det, prandaj thon. Rër notojmë në Adriatik. Rër hidhe çikuj. Mbushet çikollat. O vlla, po jemi çik. Po dorën sigurisht nga Gjirokastra dhe ti tani. Po çoj çik dorën, o vlla. Të ndërtojmë në një shtëpi në Gala. Qa thua ti ore? Tani Cubi, më lejo të them që në orën, do më thënë, sa po të plotësohet tamam ora një orshi, futemi në një orshin e fundit të Apqus. Atëherë futemi. Po tani çfarë kishim futur apo vetëm tash akoma jemi brenda, po akoma s'jemi futur. Tani futemi tamam. Tani po dalim nga ora e parë për të hyrë te ora e dytë, pra. Po kur e thua kështu ora e parë, ora e dytë më duket si në shkollë. Po zyshe. Sepse tani orën e dytë kemi të ftuar një mik, një artist, i cili do vinë në rubrikën Na plasi VIP-i, sepse ati nuk i plas për VIP-at. Fare. Sepse ai është artist. Dhe gjithmonë VIP-at dhe artistat gjithmonë janë ndarë nga njëri tjetri. Asnjëherë nuk kanë qenë sintoni me njëri tjetrin, sepse jo të gjithë VIP-at janë artist, por në fakt
artist janë shumë pak. Kështu që sepse artisti ngelet gjatë, ndërsa ky VIP është si puna fishek zjarri do Cubi. VIP-at shkëlqejnë një moment, janë të bukur dhe pastaj ore ku shkoi ai? Ore ti e hedh në kosha të tubit se s'nxjerr më gjë. Edhe e hedh në koshë. Ishte e bukur simbolika. Ishte e bukur si. Do rikthehemi pas pak me Arjan Dredhasin, i cili do jetë i pranishëm në intervistën tonë. Edhe për te artistit është një njeri në fakt fantastik, shumë i lezetshëm, shumë i këndshëm. Dhe kemi shumë momente të bukura me të, sepse ka qenë pjesë e turneut të Portokallis Verdh të Portokalle. E gjithashtu Cubi më le të bëj një parantezë. Jam shumë i lumtur të ndaj me gjithë dëgjuesit që unë do jem pjesë e një emisioni të ri në Top Channel, në E Diell, dhe kësaj here me një status që se kam patur kur më përpara. Po. Ç'a statusi? Antar jurie. Antar jurie ti. Po ç'punge, avash më ti u bëre ti antar jurie. Po mirë, kam se po mos po marr titull mjeshtër i madh, unë antar jurie. Po edhe antar jurie. Që pse më masakroni kështu, sikur mora titull mjeshtër i madh i kombit, antar jurie mora. Unë jam nga ato strikëmshat tani që vjen përdall. Avash ti u bëre ti antar jurie. Si plotsove ti këto kritere për të bërë antar jurie? Po kam minimalisht 15 vjet karrierë o Cubi. Në sken. Ore, luet ndonjë gjë aty i rrotull se s'ka mundësi tani. Po un jam dashnorja e dikujt mi. E them në fund. Un jam dashnore me çfarë thuti. Edhe më fal, ç'a do bësh ti me këto femrat tani? Ka shumë femra aty vërdall dhe janë. Do jap eksperiencat e mia. Unë uroj shumë që t'ju shërbejnë. Patjetër, unë mendimin tim do jap, gocat do vazhdojnë me vetën. Po ka shumë goca aty? Do jenë disa, nuk e di si kam parë me thënë drejtën. Kam ndjekur pak. Do t'i shikosh në moment, domethënë kur të filloj. Kam ndjekur pak faqen Shizon Topit, edhe jeta më ka treguar pak kur pata takimin. Okej, se tani do bëj pyetje serioze, jo shaka. Domethënë po realisht kur fillon? Ne fillon të dielën. Këtë të diel? Yes. Wow, në çfarë ore? Në orarin e diell. E diell, okay, nuk se dim për momentin çfarë ore fiks. Në orarin e diell kur është Shizon Topi. Okay, siç ka qenë domethënë. Po, domethënë tani fillon emisioni. Tani kanë bërë ato rubrikat që kanë qenë Ervini. Dhe me kë do jesh ti tjetër atje? Jo, nuk i them emrat. Sepse më kanë thënë ti le surprizë dhe nuk i them. Okej, gjithsesi surpriza më e bukur je ti. Patjetër. Edhe do të shikojmë një herë ndryshe. Patjetër, Cubi. Do shikojmë një herë Siani me laps në dorë ti. Pak për ti goce. Ti rrotulloj çik ti. Ku shkon ashtu? Zhvishu. Ku shkon ai veshur ti? Ku shkon veshur moj motor? Hiqi moj. Jep një mesazh për popullin. Jep një mesazh për delet. Realisht unë të uroj shumë suksese dhe shkoftë sa më mbar dhe sa më bukur. Dhe jam i bindur që ti do bësh më të mirën tënde. Faleminderit shpirti, je shumë i mirë edhe unë falenderoj. Do doja shumë të isha edhe unë aty po varja. Po mirë, s'mund të jemi dy njësoj aty. Jo, ky ishte një zë stërkëmbësh. Zë stërkëmbë. Atëherë unë do të bëj poezinë e pra. Të dashur miq, rikthehemi pas pak.